Parën fjalë që po them, muj me betun Allahun azza wa jall që kjo nuk ka të baj personalisht me vllahun në adem Ramadani, kur që heq, veç është qëllu emri tina dhe që keme bona për këta. Ajo që ka po du me thanë e kom përmen për para, edhe ju kom thanë muslimanve që mos e shkrunin ne për tribunat e juve. Mos e shkruaj vllau jam Kur'an edhe ilahi me Iran. Për shkak se Kur'an është fjala e Allahut azza wa jall. Ilahi është tekst i jon i shkruar pe durve tona dhe i thana o pe gojave tona. Do me thonë, Kur'an leje në venin e vet, ilahi nëse don me shkruje ma poshtë. Ama jo Kur'an edhe ilahi. Nuk ka kështu musliman. Nuk e kom menua ashtu. E di që se ke menua ashtu. Elhamdulillah që se ke menua ashtu. Mirë poru jo musliman. Lartësohe fjallën e Allahut azza wa jall nëse don që Allahu me të lartësu ty. Unë gjë fjallën e njerëzve nëse don me ngrit Allahu ty. Fjala e jona musliman nuk krahazohet me fjallën e Allahut. Me asnjë formë. Ndash me barës, ndash me dhe, mos e krahazo fjallën e Allahut me fjallën e njerëzve në asnjë mënyrë. Kur'an është Kur'an. Nëse don me krahazu diçka me Kur'an, atëherë Kur'an edhe sunne. Nëse don, thuaj Kur'an edhe hadithet e Rasulit alayhi salam, ama Kur'an edhe poezi, Kur'an edhe ilahi, Kur'an edhe muzik, jo wa rabbil alamin. Nuk krahazohet kjo. Mos e shkruani në për fletat e juve që i thirrni njerëzit për Islam, Kur'an edhe atë shajën edhe ilahi. Mos e shkruani kështu. Për shkak se kjo është shumë e afërt. Kur'ani është tjetër diçka, ilahi është keq tjetër diçka. E di që nashta ju kom shku nerva atëherë, e nashta ju shkoj nerva edhe tash. Mirë po jona është musliman që me kuptu që veprat tona lanë ndikim të njerëzit. Shef kjo është program i programum për njerëzve. Edhe ky muslimani i cili ma ka dërgu këtë foto e ka pyet qëtë program e ka thonë përshkruma qëtë foto. Edhe të neja ka përshkruaj me disa gjana që ka edhe për to me na me folë shumë mirë, pa e që ka po du me thonë është shi që ka i ka shkru. A dënë në ajet Kuranit, apo po dënë në ilahita dhe më Ramadanit. Cëdën për dënë? A përshë ku kina mrina me shkrumet e tona, me shkrimet e tona që i kina afru shumë afer, tash programit vetë apo dënë në ajet Kuranit, apo po dënë një ilahi prej adem Ramadanit. Zgjedhe. Ama që me shku me anja në thojza, programit që apo dënë në ajet Kuranit, apo në hadith Rasulit alayhi salam, jo, pe shkrimeve tona që i kina mush gjithkon, kjo e merë aty edhe aty. Nuk e di që funksionon, se Allah është dëshmitar që nëse kom prej korta, ma ka instalu një musliman, pikrisht kjo muslimani që ma ka dërgu këtë foto, edhe nuk e kom qelë personalisht korat program. Nuk e di veç kom një këshilla për agjellarve që është shumë ditur, jo ma ditur se ona, ata janë ditur. Nuk më jasë më krazu me ta. Kom një prej ty në këshilla që nuk është mirë me përdor për çështje fetare, do më përdore për shkadush, apo folim për çështje fetare, nuk është mirë me përdor se mërët me të lëshu gjana që nuk janë vërteta heq, e Allah në fatin anë një moftë, po bëse që ke qarta e që ka dashta me thonë. Kujdesë musliman në përshkrimet e juve, mëse afrani Kur'anin me kurgja, nëse atër me hadithet e Muhammedit alayhi salam, po bëse që ke qarta.